më lejon vetëm një gjë të vogël që mos të kryejmë edhe panik tek njerëzit. Ideja është që organizmat tanë kanë një mënyrë, si thua, pra kanë shumë mekanizma, që përpiqen të ruajnë një lloj ekuilibri. Që do të thotë, neve kemi brenda nesh sistemin mbrojtës, i cili është trojtari ynë, pra i organizmit tonë, dhe ndërkohë agjentët e ndryshëm që vinë dhe na sulmojnë përfshi dhe nanoplastikën. Në këtë rast, ky ekuilibër do të prishet në rast se themi faktorët agresiv nga mjedisi, nanoplastika janë më lartë se sa faktorët mbrojtës. Kështu që gjithë loja bëhet në prishjen e këtij ekuilibrit. Që të thotë ne duhet të forcojmë trupin, organizmin tonë. Normalisht ne duhet të kujdesemi që të mbajmë sistemin ton imun sa më të shëndetshëm, ose sistemin ton mbrojtës sa më të shëndetshëm. Ndryshe kalojmë tek ai që juaj quajtët nga studimet stresi qelizor. Çfarë është stresi qelizor konkretisht? Stresi qelizor është pikërisht kjo që qeliza nuk është në ekuilibër, pra nuk është në paqe. I dominojnë faktorët që si thua e sulmojnë. Dhe ajo, pavarësisht mekanizmave të vetë që ka për t'ja dalë, nuk ja del dot sepse janë më shumë. Pra agresuesit janë dhe kalojmë në një gjendje ku qeliza është, ne e quajmë inflamacion. Pra është një lloj alerti, është tërkohën në alert, në stres, dhe kur qeliza është në stres, kjo pastaj e dëmton shëndetin e qelizës më së pari, të molekulave të ndryshme në të, dhe pastaj gjithë indit, organizmit dhe kështu me radhë. Ndaj ai stresi afatgjat nuk është asnjëherë i mirë. Se pak stres qeliza e do për t'u aktivizuar, për t'u mbrojtur. Është stresi i jashtëm që shkakton drejt për së drejti sëmundje, siç na është thënë, pra stresi kronik shkakton sëmundje deri në ato sëmundjet e rënda, apo ndodh një proces tjetër që i stimulojnë ato sëmundjet që janë në heshtje, të fjetura? Atëherë, ka një të vërtet në këtë që thatë juve, që organizmat tanë, po dhe të kafshëve, bimëve, pra gjithë gjallësave, të gjendur në këtë stresin e gjatë, ose në këtë situatën stresante, afatgjate, kronike, bën që të mos jenë asnjëherë eficiente maksimalisht, ose optimalisht, paktën, që të na mbrojnë në momentin kur vjen një stresant tjetër. Dhe mikroplastika, për shembull, me vjetrimin e vet bën një sipërfaqe të ashpër ku mund të bashkëngjiten, pra të qëndrojnë mbi të, baktere, metale të rënda. Kështu që efekti i mikroplastikës, mbase nuk është i drejt për drejt, ose nuk mund paktën ta themi shkak pasojë, por të gjitha së bashku kontribojnë që ky stresi të mbetet i tillë, pra qeliza mbetet gjithmonë alerte, dhe në fund fare ne kemi një organizëm jo të shëndetshëm. Të shëndetshëm që reflektohet pastaj me sëmundje të tjera.